E fillova në formën e veçantë, po edhe unë po du me u përgjithë në formën e veçantë. Në para fushat kam qenë në Treviso. Ju e dini që shumë qytetarë të komunës sonë jetojnë edhe punojnë në Treviso. Ndoshta edhe 5.000 qytetarë vetëm të komunës sonë jetojnë edhe punojnë në Treviso. Edhe unë fushat mësoj. Edhe jap, po edhe mësoj. Ata është ka kom mësu atje, më ka mahnit edhe kom ndryshu komplet konceptin për këto zgjedhje. Shka kom ndryshu? E kom pa që atje nuk mush me thanë ktheu. Edhe është ajo një retorike zbrast, demagogji me thanë dikujt, një punëtorit tonë, një qytetarit tonë, ktheu në Kosovë. Sepse ata i kanë kushtet atje. Çka ka afru Italia? Mas pari është ka kriju një ambient misor me ta. E dyta ka ofru mundësi të shkollimit shumë mira për fëmijët e tyre. Ka një sistem të shëndetësisë italiane që po ashtu edhe kjo ka ndiku. Atëherë kom vendos me kriju krejtësisht një rrëfim tjetër, një punë tjetër në këtë fushat. Çka duhet me kërku na? Duhet me kërku stabilitetin. Pse stabilitetin? Sepse në sot jemi me ushtrus detyre në të gjitha anët. Jemi me ushtrus detyre të presidentit, kryeministrit, kryetarit kuvendit, që sa herë shkojmë në zgjedhje. As numrin e zgjedhjeve dhe na nuk e dim se mëra një viti që sa herë kemi shku në zgjedhje. Kur e përmendë stabilitetin institucional të themeleve vitalit të shtetit, unë menoj që ato janë në luhatje. Kjo më ka shty me hyrë në këto zgjedhje dhe me qenë kandidat, me ri kandidu për deputet dhe me dhani kontribut. E para është numër 1, është stabilitetin. Numër 2, si me i kriju kushtet që ata më e rikëthy pa retorik të zbras, pa demagogji. Pra, ata kërkojnë sigurim shëndetësor që se kemi. Edhe unë kom folë në herë për sigurim shëndetësor, edhe kam qenë edhe deputet, e kemi fillu, nuk e kemi bo, çdo kandidat për kryeministër, çdo kryeministër, çdo deputet ka bisdu për sigurim shëndetësor. E dyta, e treta është se pas stabilitet zbon fare, po është sigurimi shëndetësor reforma në arsim. Gjithë kemi folë për reformë në arsim, kemi bo do cikrima, fare cikrima, a pa reformë në arsim, nuk ka këthim të atynëve në Kosovë. Edhe po ashtu është edhe zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik jo si retorik, po zhvillimi ekonomik